po kam tretitu mojtëri pasë mojtële sa në kapar. Ama kam tretitu mojtëri pasë mojtële sa në kapar. Po të vibre më moja me qasë mojtële sa në kapar. Ama të vibre më moja me qasë mojtële sa në kapar. Po të qasot jalet e qasë jam thele. Ama të qasot jalet e qasë jam thele sa në kapar. Po të vibre më moj rrugën se ti i moj thele sa në kulëvi. Ama të vibre më moj rrugën se ti i moj thele sa në kulëvi. Po e ti o t'jale e ti i jam thele sa në kulëvi. Po e ti o t'jale e ti i jam thele sa në kulëvi. Po në vinës romoj me shtëpi i moj thele sa në kulëvi. Po ka të marrë me kalin të rinjë moj thele. Hajde me fitore! Mirë se vini në këtë fshatën son dhe vullosim një angazhim që e kemi nisur me zemër, me durim dhe i të gjitha me bindje të plot që Gramsci këtë herë është gati për fitore të madhe. Gjatë këtyre javëve kemi trokitur në çdo derë, kemi dëgjuar çdo hall, kemi ndarë çdo vizion tonin, kemi folur për të ardhmen. Kemi diskutuar për të ardhmen dhe ajo që na ka bashkuar gjithmonë ka gati ynë, besim tek një Gramsci më i mirë. Të rinj që kam vapuar me flamurit të dorë të Partisë Socialiste dhe me të ardhmen në zemër. Kam parë njerëz që na kanë pritur, na kanë mirëpritur, na kanë shtrënguar dorën dhe mbi të gjitha na kanë besuar. Dhe kjo është fitoria më e madhe që tashmë ne e kemi arritur. Qytetarë Gramsciot, dua të ndalem për një falënderim shumë të veçantë për një njeri që nuk ka qenë thjesht drejtues politik i qarkut, por një mik i vërtet i Gramsci. Ai ka qenë mes nesh, pranë nesh, me mbështetje konkrete, me fjalë të qarta, me premtime të gudimshme për të ardhmen e këtij qyteti. Ministër, faleminderit për pranimin tuaj. Faleminderit për angazhimin e sinqert dhe premtimet që i keni dhënë Gramsci. Jam e bindur që me ju në krah do t'i japim Gramscit një zhvillim të prekshëm në çdo lagje dhe në çdo njësi administrative. Në 11 maj, Gramsci duhet të mbylli një fushat me dinjitet dhe të hapin një kapitull të ri dhe një faqe të re me deputetin Dr. Gjedon Fejza. Një votuese për herë të parë që e ka ndarë mendjen, në 11 maj voton Partinë Socialiste. Le ta presim me një duar trokitje të madhe, Sara Beni.
Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Sara Bej. E ardhmja nuk është thjesht një ëndër, është diçka që ne vendosim, është diçka që fillon prej zgjedhjeve tona. Ne aspirojmë të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe kjo gjë nis si fillim duke bërë zgjedhjen e duhur. Ndaj ju ftoj në datën 11 maj të bëni zgjedhjen e duhur për të ardhmen tuaj. Votoni Partinë Socialiste, numrin 5, Doktor Gjeldon Fejzo. Faleminderit. Shumë faleminderit të gjithëve që keni ardhur në këtë takim. Takimi përmbylljes i më shumë se 50 ditëve fushat, 50 ditë takime, shtrëngime duash, trokitje në portat të tuaja, por edhe në lagjet, por edhe në zemrat tuaja. Mjeshtër, në qytet dhe në një shtetë kohë zgjodhëm fushën e stadiumin Myslim Koçi këtu në Gramsh për të bërë këtë takim përmbylljes, sepse është hera e fundit që shihni në këtë gjendje. Stadiumi për pak ditë, në bazë të një marrëveshje bashkëfinancimi me Federatën Shqiptare të Futbollit, do të filloj rekonstruksionin e plot dhe do të kthehet në një stadium modern bashkëkohor për gjithë fëmijët, të rinj dhe ekipet e para të qytetit tonë. Dhe të zgjedhurit e Partisë Socialiste në çdo qytet. Në fakt, nuk kemi vetëm stadiumin, kemi rekonstruktuar qendrën kulturore të fëmijëve, por rikthejmë kinemanë e munguar prej 34 vitesh në qytetin tonë. Kemi rekonstruktuar gjimnazin Shefqet Buzi, shkollën Rilindja. Fillojmë për pak javë edhe 35 vjetorin e çlirimit. Në fakt, investimet janë shtrirë me mbështetjen e kryeministrit, qeverisë. Punë kemi bërë edhe në urbanizimin e fshatrave afër qytetit, siç është Pishaj, Cëruj, Masha. Dhe tani fillojnë Driz, Trashovic, Qevet. Brenda 27 fillojnë dhe përfundojnë urbanizimin e fshatrave Shëmëris, Gramfshat, Lupin dhe Galigat. Janë investime që kushtojnë shumë. Rruga tek muzeu, rruga tek gjimnazi, rruga tek spitali vjetër. Janë edhe njësër projekte tjera që nisin për pak kohë dhe që do t'japin një fytyrë tjetër lagjeve të qytetit. Në fakt, e kisha me merak t'i thoja këto, sepse jemi shumë në numër dhe të gjithë duhet të dinë angazhimin e bashkisë, angazhimin dhe mbështetjen e drejtuesit politik, por edhe të qeverisë Rama. Në 11 maj, unë e di që ju e keni zgjedhur Partinë Socialiste, e di që e keni zgjedhur Edi Ramën për drejtues. E ka besuar dhe në 12 maj do të çojmë në vendin që e takon. Ju lutem, emitesin e duar të futër. Pesa, Partia Socialiste numri 5, mos harroni. Një vizion i mrekullueshëm që është Shqipëria 2030, Shqipëria Europiane. Ky vizion i cili u kthye në një mision duket dhe do kemi një Gramsh të mrekullueshëm, më besoni. Dua të falenderoj ministrin për besimin që më dha, që ky besim u pasqyrua tek mbështetja i gjithë popullit tim që sot këtu vjen krenar me gjithë dashuri. Dua të falenderoj, siç thash,
çdo pjesëtar të organizatave së emër dhe një dashuri të pamas për Gramsci dhe për gjithë Shqipërinë. Dhe së fundit dua t'ju falenderoj juve, ju, Gramsciakët e mi, që kemi kaluar gjithë ato vështirësi ndër vite, por e kemi dashur gjithmonë Gramscin dhe kur nuk kemi rreshtur së besuarit e Gramsci dhe nuk do zgjasi kur Gramsci që ne kemi ndëruar gjithmonë ta shohim me Gramsci 2030 në Shqipërinë 2030. Të dielën juftoj të jemi masivisht në zgjedhje. Juftoj të jemi me zemër të kthjellët dhe me zemër të hapur. Juftoj që të besojmë të gjithë në këtë rrugtim që është në hapat e fundit drejt hyrjes së Bashkimit Evropian me Partinë Socialiste dhe me Edi Ramën dhe të votojmë edhe për Gramscin që kemi një zënë në parlament, për dignitetin e Gramscit që të punojmë të rrisim kalamajt këtu në një Gramsci modern, europian, për cilin po punojmë dhe nuk do lodhemi për vështirë për të punuar çdo ditë. Votoni të dielën numrin 5, Partinë Socialiste me Edi Ramën, votoni Gramsci në parlament. Ju falenderoj. Të skuadrës sonë. Njeriu që ka ditur të udhëheq me strategji, durim e forcë, që ka qenë gjithmonë një hap para në këto betejë. Ai është garancia që qarku i Elbasanit do të dalë fitues, dhe jo thjesht fitues, por triumfues, me plus 9 mandate. Shumë faleminderit, Gramsci, është kënaqësi e jashtëzakonshme kemi këtu gjithë bashkë sot. Për herë dytë pas takimit të jashtëzakonshëm me kryeministrin, ku dua t'ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen dhe energjinë asaj dite, konsideroj se ishte një moment që i dhani dru të ri fushatës, jo thjesht në Gramsci, por në gjithë qarkun e Elbasanit dhe në gjithë Shqipërinë. Besoj se kjo ka qenë një fushatë e jashtëzakonshme. Kemi bërë një seri takimesh, kemi shkuar në gjithë zonat, në gjithë fshatrat, në gjithë qytetet, gjithë njësitë administrative të Gramscit për dhe gjithë qarkut e Elbasanit, për të pasur një diskutim shumë sinqert me njerëzit, për gjithë punët e bëra, kryetari tha shumë prej tyre, por edhe prej shumë për punët që ende na presin dhe që duhen bërë. Kemi parë sy në sy dhe padyshim që ka shumë punë që duhen bërë, ka ende shumë punë që ka ngelur pa bërë dhe ka padyshim gjëra që ne duhet të përmirësojmë. Por duke u parë sy në sy kemi kuptuar dhe që bashkarisht ne mund të përballojmë çdo sfidë me ndihmën, mbështetjen e secilit prej jush dhe me një strukturë të qartë që dëgjon, ne mund t'ia dalim që të zgjidhim çdo problem, të zgjidhim çdo sfidë dhe të gjidhemi pranë çdo qytetari të gjithë Shqipërisë. Gramsci dhe i gjithë Elbasani janë një moment shumë të rëndësishëm zhvillimi. Me një seri projektesh të rëndësishme që po ndodhin për gjithë qarkun e Elbasanit. Rruga e re, e cila lidh qarkun e Elbasanit me autostradën e Durrësit nga Rrogozhina deri në Elbasan, bypassi i Elbasanit dhe eventualisht rruga që është duke mbaruar tashmë nga Elbasani deri në Qaftan, bashkë me projektin i cili është mbështetur nga Bashkimi Evropian për hekurudhën e re, e cila lidh qarkun e Elbasanit me portin dhe eventualisht me Maqedoninë. Kjo është një pistë e cila sjell një event i cili shihet nga 1 miliard njerëz, i cili ditën që ndodh sjell në Elbasan, në qarkun ton, 100.000 njerëz. Por këta veta nuk është një pjesë jo e vogël e tyre, do të vinë këtu për të parë mrekullitë e natyrës Gramsci. Gjithashtu, siç ju e dini, ka një momentum të ri në botë. Teksa për shumë vite diskutimi i industrisë mbrojtjes ishte një diskutim i harruar, ka një moment ku e gjithë bota duke folur gjithmonë më shumë për industrinë mbrojtjes, që është një ndër elementet e traditës historike të Gramsci. Dhe uzina këtu është një moment të rëndësishëm ku është duke diskutuar me partnerë. Padyshim që thelbi i zhvillimit është agroturizmi dhe është
turizmi aventurës dhe mrekullit e gjithë zonët e Qargramshit, të cilat kanë një potencial të jashtëzakonshëm për cilë turist nga gjithë bota të cilët kanë filluar të vinë, por që mund të disafishohen nëse ne bëjmë punën siç duhet. Vetëm para partitës, qeveria miratoi paketën e maleve dhe neve vjoj larg se nesër keni sërish diskutime për aktet nënligjore të cilat i japin mundësinë që një seri zonash të zhvillohen me përparësi të posaçme nga ana e qeverisë, që nga ana e truallit, leve, ndërtimit, por edhe një program specifik i mbështetjes fiskale për ato që vendosin të zhvillojnë hapësirat malore, të cilat janë të mrekullueshme në zonën e Qargramshit, për të dhënë mundësi që ne të lidhim qytetin, zonat dhe që është përpara. Kryetari përmendi një seri ndër projekteve, të rrugëve, të ylsjellësve dhe objekteve që ka nevojë për zhvillim. Dhe padyshim që ky është një punë që do të bëhet dhe janë punë të nisura që do të çuar në fund. Por është e rëndësishme të përmendim një gjë. Këto zgjedhje çon drejt Lucit, Vajtës dhe Kënetës në një ngecje dhe në një harrim. Do thonë njerëzit të mirë, pse u bë ka vetëm kështu? Sepse në fakt është kështu. Vetëm me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste ne nuk ndjekim në rrugën e Evropës, rrugën e integrimit të Evropës, rrugën ku ne kryejmë detyrat tona dhe në vitin 2027 Shqipëria e pranon, Evropa e pranon Shqipërinë si një anëtare të Bashkimit Evropian dhe më pas një seri gjëra fillojnë dhe ndryshojnë. Nga mbështetja që ne marrim nga Evropa, nga mënyra se si ne lëvizim, nga krenaria kombëtare, nga mënyra se si evropianët na shohin, nga mundësia që fëmijët tanë dhe secili prej jush të jenë qytetarë të barabartë me çdo grek, italian, francez apo gjerman. Momentin që Shqipëria për herë të parë që nga krijimi i saj mbrapa nuk duan të shkojnë në asnjë mënyrë drejt një drejtimi i cili e çon Shqipërinë në ngecje dhe në val. Por gjitha këto janë punë të cilat nuk bëhen vetëm. Këto janë punë që ka nevojë për një skuadër. Dhe qarku e Elbasanit ka një skuadër të jashtëzakonshme. Ka një grup kandidatësh të cilët përfaqësojnë në mënyrë më të mirë të gjithë qarkun, të gjithë trevat e qarkut dhe të gjithë vlerat e qarkut. Dhe u tregoj sot një histori që se kam thënë përpara. Me doktor Gildonin. Kur diskutuam fillimisht për pjesëmarrjen e doktor Gildonit në listë, unë edhe besoj doktor, ti je i ri, je në pikun e aftësive tua profesionale si doktor. Pse do ta lësh punën e profesionit dhe të vish në politikë? Ne që kemi si mjek, larg qoftë keni e hallë për kokën e din ku vim. Pse do ta lësh këtë punë dhe të vish merresh me këtë sherrin që bëjmë ne, bajtën, do shajsh, do na shajnë, do bëjmë, pse do ta bësh televizin? U mendua dhe tha, dua të shërbej qytetin tim. Dhe unë besoj që kjo është një vlerë e jashtëzakonshme ndaj dhe ky qytet meriton të ketë një djalë si doktor Gildoni i cili do të shërbej këtij qyteti. Dhe secili prej nesh, secili prej jush këtu, duke votuar numrin 5, Partia Socialiste, dhe duke zgjedhur në listë doktor Gildoni, ka mundësi që të ketë përfaqësimin më të mirë të mundshëm. Një djalë i cili person vlerat më të mira të Gramshit, arsindashës, i cili ja ka dalë një jetë vetë, duke ecur përpara, duke bërë një rrugëtim më të mirë në fushën e mjekësisë, por që mund përfaqësoj vlerat më të mira dhe të jetë një derë e hapur, një numër i hapur për të çarë hallet e këtij qyteti. Dhe ky vendim është në dorën e secilit prej jush, duke shkuar masivisht në zgjedhje datën 11, duke votuar për numrin 5 dhe duke votuar për doktor Gildoni. Këto zgjedhje do të jenë përkufizuese, do të ndajnë mënyrën se si ecën Shqipëria përpara. Por kjo nuk është një çështje e cilën e vendos politika. Nuk është një çështje që vendosin disa njerëz. Kjo është një çështje që vendos secili prej jush. Secili prej jush ka në dorë të vendosi me një zë të qartë drejtimin që do marrë Shqipëria. Sepse ky vendim është një vendim që duhet të japë një sinjal të qartë fillimisht Tiranës, që Elbasani e ka ndarë mendjen, po eventualisht një mesazh të qartë Evropës, që e gjithë Shqipëria e ka ndarë mendjen, që ne nuk na ka marrë Zoti mend të shkojmë drejt vajtës, ne kemi ndarë mendjen, ne duhet të shkojmë drejt zhvillimit, drejt progresit. Është
shumë e rëndësishme dhe kjo është thirrja ime e fundit. Nga sot deri ditën e zgjedhjeve dhe veçanërisht ditën e zgjedhjeve, është shumë e rëndësishme mos na mungoj asnjë vot në kuti. Duhet që çdo person të shkojë ditë, hedhë votën e tij, të bindi një fqinj, një tafër, një person, sepse duke u siguruar që ne marrim rezultatin më të mirë që Gramsci ka marrë ndonjëherë, që Elbasani ka marrë ndonjëherë, që gjithë Shqipëria ka marrë ndonjëherë, dhe bëjmë të pakfyeshme rrugën e Shqipërisë drejt Evropës. Vetëm me Edi Ramën dhe Partisë Socialiste, forca fitore e suksese! Sepse koha e humbur është turizmin ton. Por një qëllim, sa shumë si të ke kaluar ti. Pressure fortun ka ca fytjes të hiq Gjithë bota po na shef që na pengu i haresës Jemi lot që thot jemi pesha e vërtesës Na dojnë në vete se jemi kur i ra Professore.